Po, sipas parashikimeve të Institutit Meteorologjik Kosovës, të dielën parashihet që një masë ftohtë e ajrit, me origjinë polare, të ndikojë në uljen e temperaturave, do ta përfshijë vendin tonë dhe të ndikojë në uljen e temperaturave në të dy vlerat të ekstreme. Do të ulen temperatura dikon -2, -3 gradë Celsius dhe rreshtet të cilat do të jenë ato në vishte të larta gjithsesi do të jenë rreshtet borës, sikurse edhe kemi edhe tani, mirë po në vishte të ulta vende mund ta përfshin do të to rreshtet të borës do ta përfshin edhe territorin në vishte të ulta dhe mesatare. Nuk do të jenë rreshtet të intensitetit të lartë, por këto temperatura negative do të ndikojnë sigurisht në fushën e pemtarisë, pasi që pemët tani janë në fazën e rrëzimit dhe mund të ndikojë negativisht në kultura.